Një nga momentet që ajo nuk e harron kurrë është lindja e parë që e ndihmoi si mami. Shumë sfida ka. Kemi pas kushtet vështira, edhe për udhëtim, edhe për punësim. Kemi punuar me një regjim shumë tjegër, po i kemi dalë, diqysh i kemi dalë. Lindja e parë ka qenë në vitin 1984, mas jam kthye prej ambulantës. Gruaja ka qenë aty fshatit ku kum punue, ka lindë vajzë, kanë qenë ndjenjat e mia shumë të mëdhaja, që ka lindë gruaja dhe kum ka bebën e kum përqafue, edhe me emën e majnë mend kush është ajo, që ka lanë emrin vajzës e krejt. Shumë e lumtun kum qenë, se 2 jeta i kum pështue. 2 jetë. A mani mend ndoshta për afërsisht pak numrin e grave, cilat i keni ndihmu? Po, kum pas 3000 lindje, 1489 lindje i kum pas mashqit, djemë. 1511 lindje kanë qenë vajza. Këto gjithsej të bojnë 3000 lindje. Mirë po edhe gjatë luftës, kum pas lindje në përshpia, prej komunës Ravecit, prej Korishës, prej Arbanës, ta natën nuk ku mujt as me pushu prej lindjeve. I kum pas vetëm ato mjetet kryesore që më duhet. Peanat, gërshënt, që to matë kryesore që kanë qenë, tjera mjetet nuk kum pas në shtëpi. Po e vështirë ka qenë, po ja kemi dali, kemi ndihmu gjithsesi. Kum pas plus lindje në shtëpi më kanë ardhur prej fshatnave, prej këtyne. Unë nuk i kum thonë asë një pacientës që nuk të ndihmoj. Vetëm i kum hap dyert dhe ju kum ndihmue. Gratë që i kanë ndihmuar ndër vite janë gjithmonë mirënjohëse. Vetëm me fjalë të mira ju kemi ndihmuar nanave. Po, plus nana e cila ka lindë 5-6 vajza, plus ja mu ka detyruar, më ka pyet motor, a mu më janë gjitë emnin tonë, kom dëshirë edhe emnin tonë me në gjitë, ja kanë gjitë edhe emnin temë, për ndryshe ajo emnjaka e ime është në Amerikë, atje jeton dhe punon. Te na nuk ka pas ankesa, vetëm mamia ka qenë edhe mjeku kujdestar. A për ndryshe na ginekologu nuk e kemi pas natën. Në 4 mure kemi qenë mamia dhe vetën, nëse kemi pas rast, e thirrshim mjekun kujdestar, nëse jo, veti kemi kryer të gjitha punët, çka deshte. Ai rrofen me dashuri se ka ndihmuar edhe nuset e saj gjatë lindjes, ndërsa nipat dhe mbesat kanë ardhur në jetë në duart e saj. Lindjen e pare kum krye në shtëpi me mamin, me shoqën time. 2 lindje tjera i kum krye në spital. Me mu në shtëpi kanë lindë